Mirë, kënaqësi, faleminderit. Shumë faleminderit që të kemi sot në këtë vend shet, ku ne kemi... Kënaqësi, unë jam katolike, kështu që kam ardhur te shtëpia ime. Po. I kam pas dhe nderin që t'i shërbej dhe Papa Franceskos për një kohë të gjatë, që kam pas një lidhje më të veçantë me fshi faleminderit, si dhe për mua. Ministre, Padër Landi na ka vënë dispozicion për të dytin vit të radhës i ambientet për qendrën shëndetësore verore. Faleminderit. Ka muna me ardhë. Ja, po kjo është ndihmë e madhe, absolutisht. Respekt. Të herë me një ndryshim, është viti i dytë që ne e hapim qendrën shëndetësore verore të Kishës së Shnandot. Është hapur përpara se të fillojë sezoni turistik për 13 të martat e pelegrinazhit. Shërbimi është me mjek dhe me infermier, është 24 orësh çdo të martë. Çdo të martë, është pjesa e turizmit fetar që kemi lançuar. Në fakt me kjo qendër na ka ardhur në ndihmë edhe për shkak të pelegrinazhit, ne patjetër me drejtorinë e VKSH, Spitalit Laç, ne kemi mbuluar gjithmonë këtu me një ambulancë, me mjek në ditët e pelegrinazhit, por hapja e një qendre është edhe më ndihmon për një shërbim më efikas. Qytetarët se absolutisht. Patjetër këtu është se vinë mosha të ndryshme apo jo dhe këtu jemi në kodër të qytetit, pelegrinat e bëjnë në këmbë, një tension, dehidratim, imuniteti, tjera, pavarësisht ndihmës, sepse ne këtu nisemi me besimin në Zot edhe themi Zoti të ndihmon për të ardhur këtu, por qendra për të dhënë atë ndihmën e shpejtë ka qenë një ndër risitë më të mëdha që ka bërë Ministria e Shëndetësisë. Pra nga një qendër verore që e kishim të hapur më përpara, e kemi 24 orë për ditët në shërbim të pelegrinazhit. Dhe në fakt, nga 300 mjek dhe infermier dhe personel shëndetësor që hapëm thirrjen, janë 700 që kanë aplikuar. Po, ministre, janë 700. Kjo është një lajm shumë i mirë, sepse tregon dedikimin, interesin, por edhe për kushtimin në të njëjtën kohë për të shëndetësisë. Edhe na jep hapësirën që nëse ndonjëri nga personeli tërhiqet përgjatë sezonit, të kemi mundësinë ta zvendësojmë me mjekët dhe infermierët e Absolutisht madhe, Piles. Një ditë punë të mbarë, si jeni? Në ditët përpara në vërtet ky ambient ishte, por e kam bërë edhe me si tip çade. Tani është më në qysh vjetë që kam marton, që unë jam të qysh në shtator të 2024, që jam superior këto. Por në të në me të ndame komplet që jam bjem më serios, më dinjitos. Sigurisht se e mirë nuk ka fund të dojnë, kështu që... E mirë asjerë s'ka fund, por... Edhe progresi, edhe përparimi bëhet me shkallë, sepse duhet bëhet dhe i qëndrueshëm. Këtë vit u përmirësua, u shtua edhe 24 orë shërbimi për pelegrinazhin fetar dhe vitin tjetër një risi tjetër, për çdo vit kemi ndonjë risi. Po, gjithsesi në qeshor besoj se fillojnë vazhdimisht. Po, do të jetë 24 orë diskutohet, po. Sepse gjatë verës së shtatë. Do jetë gjatë gjithë sezonit. Ato e kemi, ajo është një nga risit që kemi kjo dhe në ligjat e Elbasanit, që është pastaj për fundjavat. Ministre Madi do shtoja që vitin e shkuar, duke qenë se ishte hera e parë që ne hapnim qendrën shëndetësore verore të Kishës së Shnandot, për gjatë muajit qershor ka qenë qendra verore me numrin më të madh të vizitave. Pra ka mbajtur më shumë sezona si Durrësi, si Shëngjini, si Velipoja, Megi e ka ndjekur nga afër, edhe për plotësimin me staf, edhe për vendosjen në dispozicion të ambulancës nga spitali. Gjatë gjithë kohës ka qenë shumë ishte praktik që është një praktikë mirë, po edhe që besimtarët janë jo vetëm ata të besimit katolik, vinë nga të gjitha. Këtë mësova që është shumë bukur. Jo vetëm Marta, në vitet që nuk lejohen, njerëzit do ngjiteshin me fshehurazi, me për të ardhur, për të marrë ujnë e bekuar. Ujnë e bekuar për të marrë bekimin e Zotit. Është bërë një gjë shumë e mirë, ju falenderoj pak fund për këtë gjë. Sigurisht që duke menduar edhe përmirësimin e kushteve, sepse edhe fillimet kanë vështirësitë e veta, ambienti ky besoj se duhet zhvillohet më tej, por që shërbimi unë po shikoj këtu që edhe sot kishte goxha njerëz që vinin kërkonin
qoftë kanë harruar ndoshta edhe një gjë të vogël, edhe një paracetamol, edhe një ilaç të tensionit, kjo është ndihma, kjo është mundësia që ne ju japim dhe besoj që është mirë për njerëzit dhe për misimin tonë. No, absolutisht. Spitalin e ri e keni, qendrën e re shëndetësore e kemi. Thash edhe qendrën shëndetësore verore. E di si në qoftë se këto funksionojnë kaq mirë, pse mos bëjmë më tepër? Po nuk funksionojnë dhe kërkohet më tepër. A kanë vënë në funksionim, kanë merituar që të bëhet më tepër. Okej. Me këtë jemi dakord. Ministre, në kurbis, këto vitet e fundit në sistemin shëndetësor, janë bërë investimet sa për 30 vite të marra së bashku. Edhe ne marrim kënaqësi kur në spitalin e ri të larg nga në qendrën shëndetësore marrim opinione, marrim nga gjithë qytetarët dhe përgëzimet, përgjigjet, investimet, pra pjesa e mjekëve po punon në kushte shumë të mira, kjo është e rëndësishme. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi me se për një mjek nuk ka satisfaksion, kënaqësi më të madhe se sa përgëzimet që merr nga pacienti dhe nga stafi, jo vetëm nga pacienti por edhe nga stafi. Është satisfaksion që kalon shumë satisfaksioni tjetër. Jam punojës në kishën e Shëndot, punoj prej 2 viteve këtu. Është bërë diçka bukur me qendrën shëndetësore, ka vizitorë që mund të kenë nevojë për kujdes shëndetësor 24 orë këtu. Edhe qendra është e hapur 24 orë. Unë jam një frekventuese e kishës Shëndot. Është një ide shumë e mirë si a haft një qendër shëndetësore këtu në Laç. Qendra ofron shërbim 24 orë në kishën e Shëndot. Kjo qendër ofron shërbim për të gjithë qytetarët e Shqipërisë që vinë në kishën e Shëndot.